Udhëheqësi suprem iranian Ali Khamenei ka etiketuar presidentin Donald Trump si delirant, pasi ky i fundit e përshkroi Iranin si të dobësuar. E ardhmja do të tregojë se kush është i dobët, tha Ali Khamenei gjatë një fjalimi, pa përmendur emrin e Trump, por duke ju referuar qartë presidentit amerikan. Publiku prooriste vdekja e Amerikës dhe vdekja e Izraelit, gjatë një pauze në fjalën e tij. Saddam Hussein mendonte gjithashtu se Irani ishte i dobësuar. Kjo është arsyeja pse ai u mundua të pushtonte dhe dështoi. Shtoi Khamenei duke ju referuar luftës mes Iranit dhe Irakut në vitet 80. Presidenti i atëhershëm i SBA-s Ronald Reagan gjithashtu mendonte se Irani ishte dobësuar. Kjo ishte arsyeja pse i dha kaq shumë ndihmë Husseinit. Ata dhe 10 figura të tjerë delirante u dërguan në ferr, por Republika Islamike vazhdoi të forcohej, përfundoi ai duke paralajmëruar që mund të ndodhë sërish.